Në nrënojat antike të Apollonis u zhvillua edicioni 8 i Festës së Grurit, një ngjarje kulturore dhe agroturistike. Mijëra vizitorë nga Fieri, Shqipëria dhe diaspora u bën pjesë e atmosferës festive duke kthyer Apollonin në qendër të traditës, kulturës dhe mikpritjes myzeqare. E organizuar nga Bashkia Fier me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, festa kishte në fokus promovimin e trashëgimisë folklorike dhe bujqësore të myzeqesë. Panejret me produktet vendase, gatimet tradicionale dhe elementet e kulturës bujqësore ishin ndër pikat më të vizituara të aktivitetit. Festa të tilla përveç faktit që krijojnë jetë sociale në qarkun e Fierit, nga ana tjetër edhe nxisin njerëzit për t'i afruar pranë bujqësisë, dhe ashtu siç ne e dim, gruri është shumë i rëndësishëm për myzeqen, pavarësisht se këtë vit ka pasur një rënje në rendimentin e tij. Nga ana tjetër ne nxisim të gjitha paketat që Ministria e Bujqësisë ka prezantuar me paketat e subvencioneve janë të rëndësishme, por sigurisht edhe vetë puna e fermerëve këtu të myzeqesë është kriteri kryesor për të rritur këtë prodhim. Për pjesëmarrësit në panajër, Festa e Grurit mbetet një mundësi e mirë për promovimin e grurit vendas dhe traditave të zonës. Sipas tyre, pavarësisht vështirësive dhe rënies së prodhimit vitet e fundit, bujqësia vjen të mbetet një sektor i rëndësishëm për myzeqen. Buka vërtet fillon nga toka, dhe toka në qytetin tonë, në fushat tona prodhon një grur shumë të mirë, me cilësi shumë të mirë, edhe ne në Bleda Premium e përdorim grurin vendas. Shtetit këtë dorë me gjallë, këtë një dorë të të subvencion shumë fermerët, të këtë prodhimit gjithashtu dhe sipërfaqja ka rënë nga vitet e tjera në largimin, në ndikon shumë largimin popullsisë, po themi se si vjetë ka më prodhime më të mirë. Ka shumë vlera dhe për ne, dhe për fermerët, dhe për të gjithë, dhe ku ka më mirë që ne të punojmë me grurin e vendit. Manifestimet tradicionale dhe bujqësore ishin shtylla kryesore e festës. Parada e kurorave të grurit riktheu në kujdes traditat e hershme të myzeqesë dhe lidhjen e fortë të banorëve me tokën. Kulmi i mbrëmjes ishte koncerti me pjesëmarrjen e mbi 30 artistëve, të cilët sollën një natë plot emocione dhe festë për mijëra të pranishëm.